Një ngjarje e rëndë është regjistruar në qytetin e Fierit, ku një 47 vjeçar ka humbur jetën gjatë një tentative për të vjedhur një banesë në lagjen 8 Shkurti. Sipas informacioneve, viktima, identifikuar si Ilir Zarka, fillimisht ka thyrë xhamin e derës së tualetit dhe më pas ka tentuar të hyjë në banesë nga dritarja. Në rrethana ende të paqarta, ai ka mbetur i ngecur me gjysmën e trupit në hapësirën e dritares, duke mos mundur as të futet brenda dhe as të dalë jashtë. Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi, te fëmijët. Do kalon dhe Pashkët dhe do vinde. Mirë po, do t'i mbrëm, unë para 2 ditë isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë. Mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë për të shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes, kishte gjetur një person këtu në dritarët. Me vrap kishte lajmëruar policin, lajmëroi dhe vllanën dhe vllai më mori mua se kisha mund çelësat të shtëpisë. Këto gjëra të janë të vegjël. Mirë po ai ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mbjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen qenin, e gjeti të vdekur të në xhamt. Autoritetet kanë nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e vdekjes, ndërsa paraprakisht dyshohet se 47 vjeçari ka ndëruar jetë si pasojë e bllokimit dhe pamundësisë për të lëvizur.